Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se ky emision sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar Alba Bajraktarin, një vajzë të re, megjithatë shumë të mprehtë, e cila më ka bërë shumë përshtypje kur unë e kam dëgjuar në emisione televizive me analizat e saj dhe më ka pëlqyer mënyra e të shprehurit, por sot do zbuloj më shumë edhe rreth historisë së saj, por gjithashtu do bëjmë dhe një bisedë mes mikeshash për eksperiencat të ndryshme jetësore. Mirë se vjen Alba në Elevate. Mirë se të gjej, Floriana, dhe shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi që je këtu. Unë dua ta nis pak me ty, edhe një prezantim tëndin. Ti je një vajzë nga Tirana, bie dy prindërve intelektual, që je marrë edhe me volejboll, dhe kjo na bashkon të dyave. Madje duhet ta them sepse këtu nuk përçohet, po Alba është e gjatë, 1.80 sa unë e gjatë, dhe një brez tjetër volejbollistesh, edhe kjo na bashkon që ka luajtur për ekipe të rëndësishme këtu, por që pastaj vendosi 18 vjeç ta ndërpresi jetën në Shqipëri dhe të shkosh në Francë. Vendimi erdhi natyralisht apo kisha ato sfidat e tua për të lëvizur? Vendimi erdhi shumë i natyrshëm, por as pak i parashikuar. Pra, unë mendoj që Shqipëria ka diçka shumë specifike që përveç se pyetja çfarë do bësh kur të rritesh, kur je me fëmijë, na lind edhe kjo ëndra ku do të shkosh, ku do të jetosh. Unë e mbaj mend, kur kemi qenë të vegjël, dikush thoshte Amerikë, dikush thoshte Itali, diçka tjetër, edhe revolta ime si fëmijë deri vonë ka qenë të them që unë nuk largohem. Unë do të rri këtu. Por erdhi shumë e natyrshme dëshira, erdhi një moment në gjimnaz ku unë ishte një ndjesi e brëndshme, kur unë mendoja që ndoshta duhet eksploroja, ndoshta duhet shikoja diçka tjetër, edhe përkoj edhe me mësimet e mia të frëngjishtes pak më thella, ku ka qenë gjithmonë është një si lajmtar i vogël, apo është një njeri që nuk është kaq i vogël sepse ndryshon kursin e jetës, dhe ka qenë mësuesja ime e frëngjishtes që më thotë pse nuk vazhdon aty, edhe ajo më prezanton edhe me Universitetin Panthéon Assas, në fillim më mor me shaka, pra haha, mirë, ti e the, po s'ka problem. Në fakt ajo e mbolli atë mendimin dhe pastaj gjitha që sigurisht një diskutim, sepse për prindrit e mi që e pa parashikuar, edhe në qoftë se pa parashikuar, a kishe ti një jetës mirë në Shqipëri, e kishe menduar që do ta vazhdoje jetën pra dhe studimet, se është normale që një vajzë 18 vjeçe në kohët e sotme, me një lloj mirëqenie ekonomike, po themi gjithashtu, të lëvizi nga Shqipëria dhe të ketë eksperiencën e saj jashtë. Pse ishte habi për prindrit e tu? Si fillim nuk e kisha kërkuar, dhe ndoshta prindrit e mi kishin mendime të ndryshme në këtë. Ime më donte që unë të largohesha, por nuk më influenconte. Kurse i madh, dhe sot e kuptoja, atëherë nuk e kuptoja, kishte një siklet, sepse thoshte 18 vjeç, mua më dukej vetja shumë e rritur atëherë sigurisht, por siç duket çdo 18 vjeçari, por të largosh një fëmijë që gjithsesi ka jetuar, është rritur, i mbrojtur, i vetëm, që duhet menaxhoj vetëm gjithçka, është sfidë e madhe. Tani unë dua të mbetëm te kjo, sepse ka një ndryshim në qasje për shembull të prindërve tu dhe të prindërve të mi. Ndoshta edhe prindërit e mi e kanë menduar këtë, po unë ndihesha jashtëzakonisht e rritur 18 vjeç dhe isha super gati për të lëvizur dhe për të ikur nga familja. Po ndërkohë ti mendon tani që kanë kaluar më shumë se sa 10 vjet, a mendon që është herët për të ikur 18 vjeç? Apo është koha e dur? Sigurisht që është herët, por është momenti i dur. Sigurisht që nuk je gati, por nuk je gati fare, po duke ikur do bëhesh gati. Sfidat janë të mëdha, duhet shumë kujdes, duhet të kuptosh që je vetëm, por kjo pastaj mund të jetë vendimi më i mirë që unë nga marr në jetën time, dhe unë ja sugjeroj njerëzve jo vetëm për Shqipërinë tonë, se ne mund të flasim pastaj për Shqipërinë, por edhe vetë francezë. Unë mendoj që të paktën një vit, 18 vjeç, 20 vjeç, njeriu duhet ta bëjë larg, që të qëndrojë me veten, që të kuptojë sfidën me veten, të kuptojë se sa i vogël je në fakt në raport me botën, dhe kjo të qetëson, edhe formimi është i gjithanshëm, nuk është vetëm për shkollën sigurisht, formimi intelektual, ato që merr një mësim tjetër, akademi, form tjetër akademie, por është më tepër koncepti yt i botës dhe koncepti yt me veten që ndryshon, kështu që po është herët, por duhet bërë. Çfarë more ti me veten nga Shqipëria? Emocionalisht, shpirtërisht, dhe çfarë le pas që the unë tani jam këtu në Francë dhe do bëj një jetë tjetër? Unë sot e kuptoj që unë kam marrë gjithçka me vete nga Shqipëria.
atëherë nuk e mendoja sepse u largova dhe prindrit e mi më kanë shoqëruar një javën e parë, sepse kishin atë merakun sigurisht, edhe kur ata janë larguar, pra unë ndjeja atë emocionin dhe sikletin e tyre, që ne jemi këtu, por për mua, momenti që ata janë larguar ka qenë, nuk e kam ndjerë këtë homesickness në fillim. Dhe ka qenë kurioziteti i pari, pra unë duhet patjetër të zbuloj çfarë janë këta dhe kam qenë totalisht e përfshirë me çfarë ishin ata, ç'ishte ajo botë ku unë po futesha. Tani ma përshkruaj pak të botës, sepse edhe kur e diskutuam më përpara, më the që ti hasët sa gjëra që ishin ndryshe nga që ishe mësuar ti. Pra, shokët dhe shoqet e tua të atjeshëm bënin një jetë tjetër, apo jo? Tani, këtu fillon eksperiencat edhe ndryshojnë, sepse kjo është pastaj rastësia totale e jetës dhe kë ne hasim. Dhe miqtë e mi të parë aty ishin ndoshta një aspekt më specifik i shoqërisë aty, ku ata jetonin në një Francë që unë them që ata jetojnë ende në Francën e shekullit të 17-18. Pra kishin ato shtëpitë e tyre në Normandi, në vende të tjera, disa kanë trashëguar disa kështjella, kanë ato mobilet specifike, kanë ca hobe që ka shumë shaka me këto, sepse për shembull kam miq që më thonë unë hobi im është marr avionin, dhe unë thoj hobi im është lexoj, ç'a hobi, ç'a këto hobet. Pra jetë krejt tjetër dhe unë i kam parë në fillim me sy shumë kurioz dhe por me kohën dhe këtë kam bërë dhe vitet e ndryshme ka qenë që fillon analiza dhe fillon të kuptosh çfarë janë ata, cila është vlera në thelb e tyre, sigurisht ndërta ka njerëz të shkëlqyer, ka dhe njerëz më pak interesant, si në çdo strat. Ishte një universitet elitar ky që ti u takove me këtë nivel, po themi, ose studentësh? Është specifik sepse universitetet në Francë janë pa pagesë. Sot ka një pagesë simbolike që e kanë shtuar për shkak të problemeve me emigracionin dhe me studentët e huaj, pra që të mos hapet dera, diçka teknikalitet politik që ata duan të rregullojnë. Por universitetet janë pa pagesë, por ky universitet dhe ka qenë një reformë e Sarkozys që bënte që zonat e universiteteve të priteshin në Paris sipas zonave të banesës. Dhe Panthéon Assas qëllon që t'ishte tek 6-ta, që është pjesë e Quartier Latin, ku është edhe Panthéon, kanë edhe Panthéoni, kanë edhe disa se më thonë, mos e thuaj me theksin, Panthéoni, po në rregull. Dhe sigurisht që ata që jetojnë aty janë familje që kanë ndoshta një rang social pak më të zhvilluar, por nuk është domosdoshmërisht universitet elitar, pra është universitet për gjithë dhe në fakt ka pasur nga të gjitha klasat sociale, por sigurisht që ata kanë qenë një përqindje e konsiderueshme, po themi, dhe pastaj janë rrugët e jetës. Pra u qellova që isha në amfiteatr ditën fillim muajt e parë, isha ulur me disa prej tyre dhe më kërkuan një leksion, unë i thash shiko se unë s'di vetë ku jam, sepse kanë qenë fillimi, nuk dhe kështu ndodhi, pastaj është pak fat edhe si shkojnë aty. Dhe për t'i futur pak më shumë shikuesit në kontekst, në fakt në Amerikë fjala vjen që janë universitetet private, ata që janë të një niveli të caktuar ekonomik, shoqëror, shkojnë për këto universitetet Ivy League, që njihen nga të gjithë, ti e di se çfarë pret të shikosh atje. Ndërkohë që Europa ka këtë lloj sistemi që gjithkush mund të shkojë, por ti mund të takosh, domethënë, njerëz që vijnë nga një shtresë e lartë, po edhe njerëz që janë fare modest në kushtet e tyre ekonomike. Dhe e bën interesant sepse këtu ka konflikt pastaj mes asaj që ti je mësuar, ne jemi mësuar, dhe atë jetës që ata bëjnë. Ti përmonde madje edhe avion privat edhe gjëra që nuk mendohen kaq rëndom të... Se t'ja shpjegojmë, nuk është avion privat ai niveli që e kanë amerikanët, është pilotim i personit vetë, pra janë si lodrat vogla, dhe në fakt ata i quajnë lodra, apo farkat me vela, apo tani edhe shqiptarët kanë filluar të përfshihen në këto gjëra, po ata i kanë gati të trashëguara, pra nuk është se është një ritëm jete, qoftë edhe gjuetia, qoftë edhe këto festa specifike, është një ritëm jete që ata e kanë të vetin edhe nuk i çudit. Po për mua ndihesh se ti e kompleksuar nga kjo gjë? Unë nuk di të them sepse ndoshta në hapat e parë, sepse përfshihesh në një botë që është ka faza. Përfshihesh në një botë që ti nuk e njeh fare dhe është gati si në për filma.
hapi parë ka qenë sytë e kuriozuar. Dhe e dyta ka qenë sigurisht një analizë sepse 18-19 vjeç njeriu nuk është akoma i mirë pozicionuar për të njohur veten, kush është edhe si dhe kush janë ata. Raporti me veten dhe me botën është pak i dyshimt dhe në pikpyetje më tepër. Dhe sigurisht ka pasur momente ku mendon sepse ke vështirësinë e përshtatjes gjithsesi, për shembull gjua, unë nuk e kam folur gjuhën kaq mirë sa mund ta flas sot, ndoshta edhe sot kam një aksent timin, është bërë një mix aksenti. Ka penalizuar kjo në fillim? Jo, madje unë ka pasur diskutime me ti me më, ku i thoja që ndoshta do të kishte qenë më lehtë, kisha lindur këtu, të kisha qenë pjesë e gjithës, sepse ti sigurisht kërkon mos të kesh pengesat që kanë qenë. Patjetër sepse unë i zbuloja dhe ata ishin rehat, qoftë rehatia. Nuk mund ta quaj kompleks, por është diferenca. Pra unë po mësoj, unë përpiqem të jem në më të mirën time, kurse ata janë të natyrshëm sepse janë në botën e vet. Kjo ndryshon. Me vitet kjo ndryshon dhe prandaj edhe unë nisa në fillim të them që unë kam marrë gjithçka nga Shqipëria dhe nuk më ka penalizuar edhe theksi, megjithëse unë do doja të isha njësh me ata, pra njësoj gjuhën e folur, sot unë jam shumë e lumtur që kam atë individualitetin tim dhe individualiteti im ka bërë, siç edhe i shumë emigrantëve tjerë, ndoshta që kanë këtë aksentin që i mbetet, ka bërë që të identifikohem, të veçohem dhe duhet të thënë aksenti shqiptar, të paktën në frëngjisht, për ta është i këndshëm. Pra nuk ka qenë një pengesë, përkundrazi janë afruar të kuriozuar, nuk din nga vjen, nuk e njohin ende sepse nuk kemi shumë në Francë, nuk kemi shumë përgjithsisht. Kështu që jo, nuk po ka penguar, mendoj pengesat janë ato që ne i krijojmë te koka jon, pra ku pozicionohem unë në raport me ta dhe kjo krijon pengesën parsorë më tepër se ata vet. Si ishte jeta si adoleshente në Paris? Kush ishin miqtë tu përveç këtyre francezëve, po them? Kishte gjithashtu miq shqiptar? Jo vërtet, sepse ndoshta ka qenë dhe konteksti i tillë. Unë qëlloi fati, unë zbuloj që kisha njerëz nga familja ime në Francë, që kishin larguar para në 90-ën, lëvizjet e mëdha me ambasadat edhe u rigjetëm aty. Edhe ata sigurisht janë shqiptarë dhe ishte pra kushërira ime që është e një brezi tjetër, që është tamam shqiptare dhe e bia që është 2-3 vite më e madhe se unë, që sot është mikesha ime dhe u bëm vërtet miq shumë të fortë dhe ajo ka qenë lidhja ime me Shqipërinë, por dhe ata janë midis të dyve dhe në fakt edhe gjuha që ne flasim është një mix frëngjisht-shqip, është një, pra dhe këtë e thot mendoj çdo emigrant arrin në këtë pikë ku fillon edhe zgjedhon foljet e një gjuhe tek gjuha tjetër dhe bëhet vetëm ata vetë kuptojnë se çfarë po thon. Kjo ka qenë momenti me Shqipërinë, por ka pasur edhe një herë edhe këtu kanë qenë faza të tjera, sepse edhe kësaj shoqërie unë ju largova një moment, sepse kuptova që rrotulloi ishte po njëjta gjë. Edhe njeriu ka nevojë me sytë kurioz, adoleshenca apo ato vitet e para, do të dish më tepër. Pra kur kupton që ajo fillon, është e njëjta gjë për ata, nuk është e çuditshme sepse ato kanë jetuar ndoshta me breza, po ti do të zbulosh shtresa të tjera dhe këtë e kam bërë. Këtë e kam bërë shtresa jo vetëm në rang social, por edhe mënyra të jetuari kreative. Pra ti doje një botë tjetër, shkove të eksplorosh atë botë tjetër. Unë shkova të eksploroj sa më shumë botë që pata unë mundësi. Pra mbasi dhe sigurisht me vitet vjen një moment që pak nga secila botë mbeten, miq të ndryshëm, sepse në fund fare është karakteri dhe shpirti i njeriut janë pavarësisht rangut edhe rrethanës sociale. Po këto i shikon me eksplorim, sigurisht. Po, ti studiove juridik tipike, kjo, për shumë student të brezit tënd edhe më herët ndoshta. Ka qenë ajo që ke dashur apo ke dashur diçka tjetër? Më ke thënë që pasioni ynë për politikën, ti në fakt bën edhe analiza politike dhe i përfshirë edhe me fushata zgjedhore dhe politika mban një vend të rëndësishëm në aktivitetin tënd dhe mendimet e tua. Por pse nuk ju fute politikës me një herë edhe në studime, apo mendove që do ta ndihmonte këtë pjesë juridiku? Kjo pyetje më pëlqen jashtë mase sepse është momenti ku unë ndodhem dhe apo momenti që kam të kaluar ndoshta sapo, për pse zgjedhjet që janë bërë. Dhe për mua si fëmijë ka qenë gati, nuk e kam pyetur unë veten se pse. Ka qenë si një plan i bërë para prak, pse ishte ky plan, tani mund ta trajtojmë
që mua më pëlqen politika, por unë do të kaloj, unë do të studioj drejtësi. Ndoshta sot unë mendoj që ka pasur ndoshta influencë të Timati, sepse ai është i asaj fushë dhe ndoshta nuk më ka thënë njëri duhet bësh këtë. Por mendoj influenca, fëmia influencohet edhe ndoshta më jo direkte, fjalë nuk është direkte, është ajo që sheh, ajo që ndjen dhe ti nuk e kupton sepse shkon aty. Dhe për mua plani ka qenë shumë i qartë. Por plani u prish që te fakti që unë e thash, unë mendova që nuk do ikja fare dhe unë ika. Dhe pastaj kjo dyshimi apo pozicionimi midis dy botëve më ka ndjekur gjithmonë. Pra unë pse bëra juridik kur në fakt interesi ka qenë për politikën gjithmonë dhe jeta ime ashtu shkoi aq sa jetë unë kam. Midis, pra unë fokusova totalisht tek drejtësia për sa kohë po studioja, punova në disa u përfshiva. E pëlqeje. E përqeja, sigurisht ajo ka pjesën e vet pak të mërzitshme si çdo studim, por ka interes, por ka dhe interesin shumë të madh në disa pikpyetje që ngre. Dhe më pas unë kalova pak në konsulencën politike për ta parë këtë botë se si funksionon e tjerë dhe kuptoj sot që e kuptoj interesin dhe rëndësinë e të dyjave. Sepse zgjedhjet u bën kështu, unë nuk di të them. Nuk di të them se A di një 18 vjeçar të zgjedh se çfarë do të bëj për pjesën tjetër të jetës në atë moment, mua më duket shumë e vështirë. Edhe unë kam ndruar degën ja 2 herë në fillimet e mia në Universitet në New York. Dhe më duket se je shumë i ri, 18 vjeç, për të vendosur se çfarë do të bësh me jetën tënde. Je shumë i ri, por me sa duket jeta është e bërë mbrapsht, edhe ka bukurinë e vetme të qenit bërë mbrapsht, sepse na kërkohet që të vendosim pa ditur se ç'është bota, të vendosim gjithë ç'do të vi. Dhe unë këtë kam bërë, në fakt përqej një vendim për mua i padiskutueshëm, dhe pastaj sepse me vendosmëri thash do ta çoj deri në fund, sepse nuk po gjeja pista të tjera, kur e çoja mendimin tek dyshi, hapi dytë, thoja, po mirë, po kush më siguron mua që unë nuk e lë dhe këtë të dytën. Atëherë mendova po e përfundoj ciklin e plot dhe pastaj filluan gjithë pikpyetjet, po mund të jetë kjo formë jete, ajo formë jete. Dhe në fakt mendoj sot, mbasi e kemi folur dhe bashkë, Camus thot njeriu di të jetoj para se të mësoj të mendoj. Ndonjëherë arsyet sepse ne zgjedhim çfarë janë shumë të komplikuar. Sigurisht njeriu mundet të arrijë të dallojë disa nga influencat sepse kanë ardhur, si kanë ardhur e tjerë, por në fund fare nuk ka dhe një vlerë të madhe. Pra bëj atë që ti ndjen, mendon që është më mirë për shkak të shumë rrethanave që janë vetjake dhe pastaj zgjedhjet e jetës bëje mirë atë që nis të bësh, mendoj unë. Dhe pastaj zgjedhjet e jetës dhe dilemat, ndoshta njeriu i provon duke kaluar me më të mirën e mundësive që ka. Nuk është dhe kaq mirë që ta imagjinosh jetën si potenciale të ndryshme apo si opsione çfarë mund të kishte qenë, po mund të kishin qenë të gjitha. Sepse është edhe një teori e Weberit që thotë që ndoshta ne progresi bëri që njerëzit të mund të distancohen nga një jetë që ishte parashikuar për ta që në fillim, siç ka qenë për shembull dikush po themi linte në një fshat të caktuar dhe e dinte dikur edhe me kë do të martohej, edhe se ç'do të bënte e tjerë. Dhe është zhvillim i madh dhe shumë mirë që jemi këtu, që njerëzit mund të lëvizin edhe vendin ku qëndrojnë, qytetin, fshatin, vendin të gjitha, edhe profesionin, pra janë të detyruar që të ndjekin çfarë ka bërë babai, nëna e tjerë me radhë. Por sigurisht që kjo, çuar në ekstrem, ka krijuar një farë konfuzioni, sepse kur njeriu është për mendimin tim, se këto janë edhe pak deklarata ndoshta absolutiste dhe njeriu nuk është asnjëherë, nuk duhet të jetë absolutist, por mendoj që njeriu ka pak ekstremitet tek vetja vet sepse mendon që mund të mbahet aty. Është shumë e vështirë që ta pranosh jetën si me edhe, që është një akt ekuilibri në fakt, nuk mund të jetë asnjëherë vetëm një gjë. Dhe ai thot, me këtë konfuzimin njeriu fillon të pyet veten, po mund të bëhem gjithçka. Okej, por pozicionohet që ku je dhe merri hapat me ato që ke në dorë. Dhe unë sot kam kuptuar që ndoshta juridiku, drejtësia ka qenë zgjedhja e dur, por duhet edhe ta përfundoj këtë përgjigje. Kam eksploruar në kaq pak vite aq sa unë kam mundur, pa egzageruar, për të thënë cilat, sepse njeriu duhet ja shtroj vetes gjithsesi me mas pyetjen
a mund të bëj një gjë tjetër? Pse duhet unë domosdoshmërisht të bëj këtë që më është vendosur apo kam vendosur unë të bëj me mend të një fëmie, sepse me mend të një kishte edhe pyetja. Një herë thënë kjo, duhet trajtuar çështja që ndoshta, shpresoj unë, se nuk e di me pozitën ku jam, të evitohet një krizë vogël më vonë për pyetje që nuk janë ngritur. Duhen ngritur për qoftë edhe për të konfirmuar edhe një herë se ke pasur të drejtë. Megjithatë, unë kam menduar gjithmonë dhe ende mendoj këtë, edhe kur isha më e re edhe tani, që universiteti është më shumë një shkollë jete, që ty të mëson se si të përballesh me vështirësitë caktuara, me njerëzit që ti ke përreth, me detyrat që ke për të kryer. Pra, më shumë të mëson për jetën se sa dhe si menaxhosh gjërat më vonë, se sa thjesht mbarosh ato detyra dhe provime që ke për të bërë gjatë asaj kohe. Pra shërben më shumë për këtë. Mund të ishte juridik, mund të ishte një shkollë tjetër, por gjithsesi pastaj rrugtimin e jetë ne shoqëritojmë në këtë kohë ku mundësia e zgjedhjes është edhe për të bërë gjëra të tjera, edhe për të ndryshuar profesionet, edhe për të dalë jashtë asaj pritshmërie që mund të kesh ti për veten ose të tjerët për ty. Dhe besoj që kjo është shumë e bukur, edhe është një lloj fuqizimi gjithashtu që duhet bërë tek vetja jote për të menduar që çdo gjë është e mundur. Po, dhe mendoj vlera e shkollimit diku tjetër. Kudo të jetë, po larg komfortit. Larg komfortit, po. Më tepër se sa çfarë të është mësuar, çfarë të është thënë, pra mësimi akademik në vetvete, është pikërisht fakti që ti përballesh me jetën dhe zhvillohen këto shqisat apo mendimet dhe analiza mbi gjërat që nuk do të ishin dhe vinë për shkak të diskomfortit dhe krijohet një komfort tjetër dhe hapësira të tjera mendimi. Kjo është kryesorja, mendoj, pavarësisht se arsyeja parsorë, sepse njerëzit shkojnë, mund të jetë studimi, atashime në universitet apo diçka tjetër, është jeta që ka peshën kryesore dhe formson njeriu e bën njeri. Pastaj leximet kushdo mund të lexojë, absolutisht. Pate pastaj ca eksperjenca interesante. Si të punuarit si juriste për Disney, që është një eksperiencë e veçantë, besoj, dhe gjithashtu në fushën politike, për temën tënde diplomës të intervistuarit parlamentarët francez, rreth 25 prej tyre. Ishte sfiduese kjo, do me thënë që ta gjeje mundësinë për t'i kapur, për t'i intervistuar, kush ishte synimi në këtë rast? Po, kjo që gjithashtu pjesë e eksperimentimit tim, sepse unë mbasi mbarova gjithë shkollën, desha edhe të kisha të provoja jetën në Londër, kështu që studiova edhe tek University College London për shkencat politike, ishte një kuriozitet i madh i imi dhe në kuadër të kësaj, dhe prapë të kuriozitetit që nuk mbaron, ka qenë po këta si janë. Dhe sigurisht ka qenë shumë e vështirë sepse unë nuk kisha asnjë kontakt dhe asnjë mënyrë për të gjetur kontakte. Atëherë unë kam kontaktuar personalisht të gjithë parlamentarët francez, njëri pas tjetrit me adresat e tyre publike, sigurisht. Po je vetë këto, pra i futesh në internet edhe... Me emailin e shkollës, sepse më duhej patjetër që të universitetit, dhe kam kontaktuar gati, mendoj, 800 persona. Por, prandaj unë mendoj që kam marrë disa intervista shumë interesante, sepse më pranoi, për shembull, ish presidenti François Hollande, pranuan disa ish kryeministër, kryetar të grupeve parlamentar, ka qenë një parti socialiste, të disa senator. Prandaj çasti e kishin ndaj teje. Ishin, ka qenë interesante, sepse unë kuptova edhe që, për shembull, në fakt, Partia Socialiste, për shembull, ka qenë ajo që reagoi më tepër aty. Sepse unë kam mbiemrin im është Bayraktari, është mbiemër shqiptar. Ata nuk e dinë se ç'mbiemër është, por e kuptojnë që qartësi që nuk është francez. Për shembull, partia e Marine Le Penit, unë nuk kam pasur as edhe një përgjigje nga partia e Marine Le Pen. Sepse edhe asistent parlamentar apo të tjerë që më kanë, pastaj jemi njohur dhe më kanë hapur derën, më kanë thënë që e kuptojmë, po vjen për shkak të mbiemrit, po ta provoni me një mbiemër tjetër, ndoshta edhe ju ecën. Unë sigurisht nuk kam diskriminuar në parlamentare, kam kontaktuar absolutisht të gjithë. Dhe pati disa siç e thash, Hollande, kanë qenë të tjerë, disa personazhe shumë interesant, dhe prandaj mendoj që njeriu duhet ta tentojë gjithmonë, dhe në fakt
unë nuk mësoj asgjë shqiptare duke dëgjuar këtë, sepse unë kam bindjen shqiptarët tentojnë gjithçka kudo. Se kjo nuk është shumë tipike tani që të marrësh parlamentarët francezëve të intervistosh, nuk është diçka shumë e zakontë, po themi, është më tepër nga dikush që nuk është se ka një titull të caktuar, për ti si student. Student, po, si student. Edhe për kësaj për guximin, gjithsesi, edhe një iniciativë. Por çudia e madhe është që pranoi. Për shembull, ish presidenti i Republikës nuk kishte asnjë arsye për të pranuar, ai kishte vetëm një emër në një email, asgjë, dhe kabineti i tij pranuan. Prandaj gjithçka është e mundur, sigurisht është shumë pak në raport me gjithë që kontaktova, për mua aq më duheshin. Edhe eksperienca për mua ishte e vlerë, sepse më tepër se sa përgjigjet konkrete mbi temën, që ishte një temë krejt franceze mbi vlerat e Republikës, përditësimin e vlerave të Republikës franceze dhe se sa ata janë aktuale, sa këto vlera janë aktuale në raport me çka kanë qenë që nga revolucioni francez, që mos i lodhim njerëzit me këto, është më tepër rrethana, mënyra e përgjigjes, kurioziteti që ata kanë, shprehja që ata kanë. Shprehën kuriozitet ndaj teje? Po, patjetër, ata pyesin nga vjen, pse, si ka mundësi, pse flet frëngjisht, pse universiteti është anglez, patjetër, kurioziteti është i madh, por edhe diferencat, unë pash diferencat e reagimit, pastaj sigurisht personazhet të djathtës që unë i kam njohur nëpërmjet fushatave që po bëj tani, kanë thënë që ne do të kishim ardhur, nuk njiheshim personalisht, ishte emri një studenti. Sigurisht mundësit nuk ishin, sepse duhet kohë dhe ka diçka ata nuk përfitojnë asgjë nga kjo. Nga përgjigja e një researchi të një studenti, prandaj jam shumë mirënjohëse atyre që kanë pranuar. Sa të ka ndihmuar pamja e jashtme dhe bukuria, mendon, në gjithë rrugtimin tënd deri tani? Këtu kujtove diçka edhe në raport me tezën. Një nga unë nuk diskriminovava, i kontaktova absolutisht të gjithë. Dhe doja që të kisha një elemente nga të gjithë, nga ekstremi, nga qendra, po problemi është se po më vinte ekstremi djathtë dhe ata më duheshin gjithashtu dhe qelloi në një kafe në Paris, qelloi Eric Zemmour, që është personazh shumë radikal, ekstrem i djathtë. Dhe aty thash, ky është vetëm përfaqësuesi i ekstremit të djathtë që mund të ketë, dhe shkoj e takoj dhe i shpjegoj, i kërkoj intervistën, të cilën ai e pranon. Kur e takoj për intervistën, ai më pyet nëse kishte të tjerë që kishin pranuar. Dhe unë i them emrat që thash edhe ju. Dhe ai më thot, apo është sepse ata kanë parë paraqitjen. Dhe unë i them, jo, ata nuk më njohin, sepse unë ata nuk e kam takuar rastësisht në një ambient publik, i kam kontaktuar me email dhe nuk më din fare. Dhe aty më thot, po ndoshta atëherë jeni vërtet e zonja. Mirë, faleminderit. Tani kjo ndikon edhe këtu në Shqipëri, besoj që ka ndikuar, pastaj ti ke qenë aktive edhe nëpër emisione televizive, edhe në median shqiptare. Kjo është një anekdotë, sigurisht është një shaka, patjetër që ndihmon, madje tani duhet i rikujtoj emrin, e lexoja është tek Blink i Malcolm Gladwell, ku ai tregon për presidentin amerikan më të, po themi, të pasuksesshëm, që ishte një bukurosh, absolut duhet i gjejmë emrin, shumë keq që nuk më vjen emri tani, po është tek libri. Ai imponohej si presidenti që duhet ishte, sepse ishte i gjatë, ishte bukurosh dhe tek njerëzit krijohet një ide që je dhe kompetent. Në fakt, kompetenca kjo shkon me këtë dhe u zgjodh sepse në psikën e elektoratit ai ishte zgjedhja e dur, pse vetëm ata e dinë, sepse gjithmonë është një pse krijohen besimet. Dhe në fakt ishte një nga presidentët më të pasuksesshëm. Nuk do të thotë gjë, nuk shkon, për mua paraqitja nuk ka lidhje fare me esencën e njeriut. Por ndihmon, mendoj që ky rasti që është tek libri Malcolm Gladwell, ndihmon absolutisht. Është se kot themi që nuk ka vlerë, por nuk duhet mbetet aty. Okej. A është nxitur kjo nga mamaja jote, nga prindrit e tu, që mos u fokuso tek paraqitja vetëm dhe puno përtej saj, sepse duket sikur shpesh me figurat e njohura në Shqipëri mbeten vajzat tek paraqitja.
edhe kur dikush ka, sidomos një nën të fortë do thosha, që e nxit që bëj më shumë dhe perfeksiono veten në brëndi, kjo ndihmon edhe ndikon. Jep, influenca e TMM-je tek unë është e pakontestueshme. Unë sot e di fare mirë dhe është e vërtet që IMM nuk ka dhënë asnjëherë, nuk ka vënë asnjëherë theksin tek paraqitja. Madje nuk e ka vënë asnjëherë theksin as tek inteligjenca e papërdorur. Pra, për të kishte vlerë sigurisht që ajo ka vlerësuar gjithmonë intelektin, por edhe intelekti i lënë, pra i papunuar, i pa përpjekjen, pa punën e vazhdueshme, nuk vlen. Pra, ajo ka qenë gjithmonë është njeriu dhe është puna e tij. Pastaj vjen edhe talenti, edhe sigurisht që vlerësohet edhe ky. Por paraqitja nuk ka qenë asnjëherë kryefjalë, asnjëherë, as kur ndoshta kam qenë shumë e vogël apo në hapat e parë të adoleshencës, për t'i thënë që nuk, edhe sot e kësaj dite nuk diskutohet fare, nuk është temë fare për TMM dhe e ka thënë këtë, për mua nuk është temë e nuk ka sepse t'jetë. Dhe mendoj që nuk është kaq keq sepse njeriu fillon edhe të formsoj armë të tjera që kanë të bëjnë me, por nuk është asgjë, njeriu mësohet, edhe me një buqet me lule shumë të bukura, mësohesh. Tani sigurisht preferojmë që t'jetë e bukur, më mirë se sa mos t'jetë. Por në fund njeriu me çfarë do lloj të mire dhe të bukur i bëhet kjo normale dhe ndoshta kur e ka shumë, po flasim për ata që e shikojnë, për një ambient të bukur, për diçka të bukur, ndoshta edhe nuk i bie më në sy, nuk e kuptojnë cila është diferenca. Më duhet që ta ndaj dhe unë këtë eksperiencë që ti sapo përshkrove, sepse dhe unë ja di shumë për faleminderit në nëstime, që pikërisht dhe ajo është fokusuar të më nxis ato gjëra që unë kisha në dorë të ndryshoja. Pra, pamja, inteligjenca që jepen gratis edhe përçohen përmes geneve, nuk është një aftësi e madhe. Dhe aftësia që vjen nga ty pastaj bën të mundur që ti ndryshosh gjërat e tua, jetën tënde dhe sigurisht edhe të tjerët do të vlerësojnë më shumë, edhe më bëhet qefi që mamaja jote ka investuar tek ti për këtë gjë dhe ti pastaj e ke marrë për bazë dhe kjo ka formsuar edhe natyrën tënde besoj edhe rrugtimin tënd. Mbasi formsohesh, ajo ndoshta sot nuk është më aq kritike sa mund të ketë qenë. Nuk është futur pak më shumë. Por kritika është në kokën time, është vazhdimisht, është rritja. Megjithatë, Alba, deri tani ti tregove një familje të shëndetshme, një fëmijëri të mirë, zgjedhje të mira, që jo çdo shqiptar ka mundësinë që t'i bëjë ashtu siç ti ke pasur mundësi, ke shkuar në një shkollë të mirë, po ku kanë qenë sfidat e tua gjatë këtij rrugtimi në Francë? Secili ka sfidat e veta, dikush më pak dhe dikush më shumë. Megjithatë, askush nuk është pa sfida. Kështu që unë doja që të më tregoje pak më shumë edhe për sfidat e tua. Ti, për t'i futur shikuesit në kontekst, nuk zgjodhe të kthehesh menjëherë mbas studimeve, edhe pse në Shqipëri sigurisht rrugtimi mund të jetë më i lehtë, po zgjodhe që të qëndrosh atje dhe të luftosh për shtetësinë franceze, që nuk është e thjeshtë ta përfitosh, por që ti arrit të ta përfitosh. Përgëzoj për këtë, po nëse mund ta elaborosh pak më shumë. Mendoj që sfida është, sigurisht që ka pasur sfida. Kanë të gjithë, sfidat janë shumë vetjake, sepse sidomos kur largohesh në një moshë të vogël, të gjithë pikpyetjet që njeriu ka duhet ti trajtoj pa pasur maturinë e duhur dhe gjatë kohës ku duhet ketë i kërkohet edhe një formë pragmaticiteti, pra duhen bërë detyrat për cilat je dhe ato detyra që ndoshta për të tjerë, për shok dhe shoqe aty është e vetmja sfidë që ata mund të kenë, po ti ke edhe sfida të tjera. Ke sfida që lidhen, sigurisht shqiptarët i dinë më mirë se kushdo tjetër këto sfida nga më të ndryshmet që lidhen me akomodimin, me shtëpitë, pra ku do të qëndrosh, si do të qëndrosh, dhe pastaj vjen edhe kjo e lejes qëndrimit që sigurisht për shembull miqtë mi francezë nuk e kuptojnë.
nuk e kuptojnë sikletin që kjo mund të trajtoj, sepse administratat përgjithsisht latine vonojnë shumë, pavarësisht se ndoshta mund të ketë një kontratë pune, gjërat mund të jenë bërë ashtu siç duhet dhe marrin nga jeta shumë kohë ku njeriu është i bllokuar sepse nuk lëviz dot. Por unë këtë e dëgjoj sot e kësaj dite, dëgjoj edhe raste të tjera, jo vetëm shqiptar dhe e di çdo shqiptar e di se ç'është. Prandaj unë nuk mendoj që është një vlerë e shtuar që unë ta tregoj vërtet atë ndoshta sikletet e mia sepse po kanë qenë aty, sikletet kanë qenë gjithsesi. Nuk kanë qenë kështu një rrugtim i lëmuar. Shiko, unë do t'i marr një shprehje gjyshit të njeriu shumë të rëndësishëm për mua, që thotë ti jemi si Nadine, jo si jemi. Njeriu jeton edhe asgjë nuk bie nga qielli, absolutisht asgjë. Dhe sigurisht që punon dhe duhet shumë durim, shumë durim për sfidat nga më të ndryshmet. Pastaj sigurisht sfida njeriu ka edhe në Shqipëri, jo më emigracioni i jetuar në format nga më të ndryshme është i rëndë. Është i rëndë sepse si fillim gjithçka dhe çdo përpjekje është e re. E ndoshta për brezin ton, dhe këtu fillon edhe diferenca e shqiptarëve që janë larguar në momente shumë të ndryshme, për brezin ton që ndoshta nuk edhe ata që janë larguar, ndoshta si rasti im, unë nuk jam emigrante ekonomike, nuk jam larguar për të gjetur, pra për të punuar. Jam larguar për të studiuar dhe pastaj për të bërë vetes time në një vend. Pse vendose që qëndrosh atje, pse nuk u ktheve? Po, mendoj që për mua nuk ishte mbaruar sfida apo ajo që unë kërkoja të vendosja. Pra me mbarimin e shkollës, për mua ajo sapo kishte filluar. Okay. Gjithçka sapo kishte filluar dhe mendoj që sot ka filluar vërtet sfida në këtë sistem të ri, sepse sot jam shtetase franceze dhe sot është më ndryshme gjëja sepse filloi dhe luaj me të njëjtat po themi mekanizma që edhe ata kanë, sepse rehatia është tjetër. Shqiptarët unë mendoj edhe çdo emigrant kur zhvendoset, nëse kushdo e fillon po themi nga zero, nga fillimi, ata e fillojnë me më pak. Edhe shqiptarët e dinë shumë mirë. Dhe vjen momenti, punojnë për të arritur tek startimi si të tjerët. Kjo duket si kohë e humbur, në fakt nuk është, sepse formson atë tjetrën. Mund të mos duket, mund të mos ketë dukje, por formson njeriu në vetvete. Sfidat janë të mirëpritura. Sigurisht jo aq sa njeriu të mos mundet të rrijë dhe të ecë me këmbë të veta, sepse jeta mund të jetë e frikshme dhe unë këtë e besoj. Por sfidat janë të rëndësishme që të faktohet personaliteti, njeriu, nevojë të kuptosh edhe çfarë vlen vërtet në jetë, më tepër se sa fishek zjarret apo ngjyra. Mësimet i ke nxjerr më mbrapa apo ndërkohë që i jetoje këto? Është pjesë e rrugtimit, sigurisht, është pjesë e rrugtimit. Mendoj që njeriu nuk e ka aftësinë që të dallojë kur është duke luftuar për diçka apo kur është duke duruar për diçka, sepse ngushtohet. Edhe nuk e di kush mund të ketë këtë hapësirë apo zoom out të mendimit kaq të gjerë për të pasur të vërtetat apo qetësinë për të kuptuar. Thon madje, këtë do ta shikojmë, nuk e di, mas unë as ti, që njerëzit qetësohen vërtet kur vinë vitet e pleqnisë, kur vjen plagja, sepse i kanë mbaruar. Për sa kohë njeriu mund të bëjë diçka, është shpreha e famshme, Zot më jep forcën të kuptoj që mund të ndryshoj, çfarë s'mund të ndryshoj, të bëj diferencën midis tyre dhe forcën për të pranuar gjithë secilën. Po kjo ndoshta kur je duke u përpjekur për diçka, çfarëdo qoftë kjo, nuk e kupton, ke gjithmonë dyshimin e vogël edhe atë bulkthën që thot, mos ndoshta këtë mund ta ndryshosh. Kur ta pranoj, ku është pranimi? Edhe kur mendon që e ke pranuar, përpiqet njeriu, përpiqet gjithë, nuk ka qetësi. Më bëj një krahasim të jetës tënde në Francë dhe jetës tënde në Shqipëri. Do të thënë, kush është ndryshimi në rutinën tënde ditore, po themi? Sigurisht sot ka diferencë të madhe, sepse unë më thon shpesh që sot ndoshta ndryshimi nuk është i Shqipëria mbetet Evropë. Është
Ballkani ka shumë ndryshime, pjesën tjetër të Evropës, ne na quajnë aty lindje, nuk është as lindje, ne jemi Ballkan. Por gjithsesi, për shkak të distancave të vogla, për shkak se gjithsesi mbetet shqiptarët kanë dëshirë shumë të madhe, ne kemi europianizuar Tiranën aq sa kemi mundur, pra diferencat e vogla thuhet nuk dihen. Por në fakt, për mua është si të futem në dy botë të ndryshme, dy botë që unë nuk kam, dhe kjo është ndoshta shumë personale imja, nuk kam dëshirë që t'i lidh me njëra tjetrën. Pra, unë kur jam në Shqipëri, futem, vi për ti me më, ti mat, ti m'vlla, kam, ndoshta është ajo që unë kam lënë. Unë kam lënë fëmijërinë dhe unë jam shumë e lumtur që edhe sot, 29 vjeç, unë arrit ta gjej atë fëmijëri dhe unë nuk dua ta ndryshoj, unë nuk dua të sillem apo të jem siç jam aty. Dhe ndryshimi pastaj në Paris është imediat, sepse unë jetoj vetëm, nuk paguaj drita në Shqipëri, paguan tjetër kushte, tani po e banalizoj, por aty duhet sigurisht që unë të menaxhoj jetën time plotësisht dhe aty nuk kam qenë asnjëherë vërtet fëmijë, sepse përgjegjësia ishte e plot. Është puna jote impenjative? Ka pasur momente nga më të ndryshmet, ka pasur punë shumë impenjative, sot është më pak, sepse është edhe një kalim, unë po merrem me fushatën e Parisit, me zgjedhjet lokale aty, por ka momente që janë impenjative vërtet, ka edhe weekende impenjativ që unë i dua ashtu. Ndoshta Franca është pak më ndryshme sepse Franca dhe Evropa përgjithsisht besoj unë ofron këtë një formë ekuilibri midis jetës personale dhe profesionale. Unë sot, ndoshta është dhe momenti ku unë jam... Shpjego pak më shumë këtë ekuilibrin. Po është ekuilibri sepse ata kanë luftuar për shembull për orë pune të reduktuara. Dhe këto orë, përveç se për avokaturën, respektohen. Të dielën nuk t'hap njëri telefonin, as të shtunën përgjithsisht. Pra, e ke dërguar, unë shikoj një nga diferencat që ne mund të përmendim këtu, është që në Shqipëri jepet prioriteti telefonit. Pra, nëse unë jam me ty në një drek, në një darkë, nëse më bie telefoni, unë shikoj tek njerëzit të gjithë llojeve, duhet hapi telefonin për të thënë që shikon, nuk komunikoj dot me ty tani, do të marr më vonë. Dhe ky është respekti i bërë. Në Francë nuk funksionon kështu, nëse nuk ka një emergjencë, telefoni nuk është prioritet është ai tjetër, paktën kjo ka qenë eksperienca ime dhe ai do të telefonoj kur të marrë weekendi apo kur ta shikoj të volitshme sa pret puna në raport me të si fillim. Të pëlqen kjo? Po, madje jam infektuar totalisht nga kjo, sepse edhe unë kam tendencën tani që ta lë, sepse jam rritur me këtë që 18 vjeç, nuk para komunikojmë në weekend, sigurisht ka raste të ralla, njerëzit janë të njëjtë gjithandej në thelb, por po jam infektuar plotësisht nga kjo, nuk përgjigjem, madje harroj të përgjigjem në moment. Po në Francë, në jetën tënde në Francë, kush janë sjelljet e tua shqiptare? Se mirë në Shqipëri, i Franca të ka infektuar për këtë gjë. Mendoj që është mospranimi i sistemit si i tillë. Pra, vendet që kanë qytetërimet, ai e kalon mijëvjeçarin. Po themi qindra vjeçar. Kanë sisteme të ndërtuara. Për shembull, në gjithçka ata kërkojnë precedenta. Ku është precedenti që të zgjidhin problemin e sotëm? Ne nuk jemi mësuar me precedent. Ne jemi mësuar, unë do ta zgjidh me aq sa mendoj unë, dhe nëse nuk e kam zgjidhen, imagjinata na punon shumë mirë. Dhe kjo na bën që ne të mos funksionojmë me sistem. Dhe në vende ku sistemi është parsor, sistemi është për të gjithë, ne nuk e kemi një vështirësi të madhe, të paktën në vështrimin tim ta pranojmë sistemin. Dhe kjo, sa jep vështirësi, sepse ne nuk duam të futemi tek një kuti që për ta mund të jetë normale, kjo jep edhe avantazhet e veta, dhe kjo është pjesë e të sjellurit të Shqipërisë, sepse ne e jetojmë jetën ashtu si e shoh unë me ngjyra, nuk është një gjë, janë shumë gjëra dhe të gjitha aq sa të mundemi ne t'i bëjmë. Është ajo shpreha që thon njeriu zgjedhet si e jeton jetën, ndoshta ulur e bën me këtë simbolikën e pemës me mollët. Mollët do të bien. Ne kemi të gjithë atë sigurinë që nuk mund t'i kapim të gjitha mollët në këtë jetë. Por disa thonë
po mbaj 4 moll, edhe ti mbaj mirë këto që kam, ti shijoj, ti plotësoj. Të tjerë unë do kap sa moll të mundem, pavarësisht se e di me siguri që nuk i marrin dot gjitha mollet. Dhe mendoj që shqiptarët mundohen të marrin sa më shumë, qoftë në dije, qoftë në jetesë, qoftë në eksperjenca, qoftë në diçka të shtuar që mund bëhen. Dhe këtu është Shqipëria, është mënyra se si mentaliteti ynë për ta jetuar jetën. Me mentalitet nuk kuptoj përtej traditës apo gjërave të vogla, pra në qasjen me jetën përgjithsisht. A je kështu me kokën mbrapa kur je atje? Sa mendon për Shqipërinë apo je zhytur në atë rutinën tënde të ditës? Përpiqem të zhytem aty, kur jam aty, jam aty. E ndjek, absolutisht e ndjek. Si e ndjek? E ndjek sepse e ndjen ta ndjekësh apo e ndjek sepse ke një lloj kurioziteti se çfarë do ta ruash këtë përgjithësimin, po the. Është nevoja jo, është e brendshme. Unë mendoj që ajo varet nga personaliteti i njeriu, ka shqiptarë që janë larguar dhe nuk e kanë kthyer me kokën pas. Dhe ka të tjerë që Shqipëria nuk i është ajo shpreha që e thon me shaka, mund të nxjerrësh shqiptarin nga Shqipëria, po jo Shqipërinë nga shqiptari. Dhe është e tjetër soja, jo po. Po, mirë. Dhe sigurisht që ajo është e brendshme, pra se do unë t'jem e përfshirë aty, do vi momenti gjatë javës që unë do kërkoj më po çfarë ka ndodhur, dhe shpesh herë është e kundërta. Unë nuk e detyroj veten që të lexoj apo të dëgjoj për Shqipërinë. Unë e detyroj veten të mos dëgjoj. Vërtet, ëh? Po. Domethënë tendencën e ke. Patjetër, tendenca është e natyrshme, por e detyroj që të mos, sepse pastaj filloj përfshihem dhe është po themi për shëndetin tim mendor, është më mirë që unë të mos a bëj rregullisht. Pse? Përfshihesh emocionalisht? Patjetër. Çfarë po ndodh, si po ndodh, pse po ndodh? Patjetër, ne jemi qenie Ma trego pak, ma përshkruaj këtë, kjo më intereson të. Ne jemi njerëz shumë emocional, shqiptarë përgjithsisht, ballkanasit përgjithsisht, dhe çdo gjë jetohet përfshihemi, nuk kemi cinizmin, po tani po përgjithsoj, sigurisht ka përjashtime. Nuk jetojmë gjërat me cinizëm përgjithsisht, është përfshirja, është e fortë. Dhe po patjetër tani ne kemi diskutuar, unë s'do doja ta përmendja zgjedhjet këtë vit, unë mezi që kam pritur të mbarojnë. Sepse dhe ne nuk do ta trajtojmë se nuk jemi për këtë, por unë dua ta flasim pak edhe për qasjen tënde ndaj politikës, edhe ndaj situatës së vendit për momentin, edhe sepse ky nuk është një emision politik, prap qënja jonë është politike. Edhe mendojmë politikisht, edhe sigurisht që edhe ndikimi është aty dhe nuk mund mos ta diskutojmë. Por mua më intereson ta di si e shikon ti më shumë dhe çfarë të prek më shumë. Dhe kjo që të prek ty, a i prek edhe emigrantët e tjerë që ndodhen në përbot, mendon po njësoj apo jo? I prek, unë mendoj që po, një pjesë e madhe i kanë syt nga Shqipëria dhe ju e shikoni me për shumë ajo që mungon në Shqipëri, janë protestat e plota qytetare. Njerëzit kanë tendencën në Shqipëri, kam dëgjuar shpesh në debate publike, që të gjykojnë qytetarët shqiptar si apatik. Nuk është e vërtet. Është një apati që vjen nga situata dhe ngërçi aktual politik. Por po të kujtojmë dhe janë protestat më të bukura, protestat e studentëve. Protestat e studentëve nuk ishin ftyrë. Dhe protestat dhe ftyra ishte shoqëria shqiptare. Dhe kur ju shikoni se sa pastër, se sa e qytetëruar ishte ajo protestë, se si njerëzit patën solidaritet të vërtet. Jo, po flas për protestën e studentëve, për protestën e studentëve që ndodhi për tarifat studentore dhe po flisnin për vërtet jetesën, se sa të limituar e kanë jetesën, kosto e jetesës që lidhen me studentët dhe studentët, gjendja e studentëve lidhet me ardhmërinë. Dhe sigurisht që përfshirja është e plotë, se flasim për fëmijët, për sidomos për shqiptarët janë parësor. Dhe solidariteti për ne që konsiderohemi jo solidar me njëri tjetrin, ka qenë i plot. Unë kam imazhet asaj proteste që ka qenë masive dhe nuk mbaronte, kanë qenë në dimër, gjatë dimrit, në shesh, për kohë dhe nëse është rrezikuar, mendoj një moment, pushteti aktual ka qenë gjatë atyre protestave që kanë qenë plotësisht qytetarë, dhe nëse e kujtoni, kryeministri i vendit kërkonte përfaqësues. Dhe përfaqësues
nuk kishte. Përfaqësues ishte fytyra e Shqipërisë. Dhe ajo fytyra e Shqipërisë ka qenë shumë e bukur. Dhe po, ka nxitur ajo emigrantët, kush ka mundur, ka ardhur, janë kthyer. Janë kthyer pak ditë. Kjo do ishte e nevojshme tani. Unë mendoj që kur kushtet janë, siç u krijua për protestën e studentëve, që u shua për shkaqe rrethanore siç ndodh me protestat, po shqiptarët jashtë kanë sytë edhe krijon sepse ajo merr pastaj si një valësh. Kjo ne nuk jemi njerëz apatik, ne nuk jemi as njerëz cinik dhe përfshirja jon bën që kjo përfshirje për shkak të protestave të tilla i përfshin edhe ata kudo që janë shqiptarët, por duhet jenë të vërteta. Ashtu siç që për shembull kjo protest. Po kur është e vërtet, shqiptarët janë. Edhe unë e pash, ishte ky është një shembull. E dallojnë, domethënë kur është e vërtet. E dallojnë. Dhe veçantia ishte që nuk kishte një fytyrë. Refuzuan të jepnin një fytyrë sepse vërtet fytyrë nuk kishte. Po, si e sheh situatën? E sheh të mundshme edhe kthimin tënd? E sheh Shqipërinë si një vend që ti do doje të kthehesh edhe ta ndërtoje familjen tënde të ardhshme, këtu ti je ende single e pamartuar. Po kur e shikon të ardhmen, e shikon në Shqipëri, edhe pse e ke marrë shtetësinë franceze tashmë? E di çfarë mendoj, më ndodhi para 2 ditësh, qëlloj të takoj një mikun tim të 9 vjeçares, pra ne mund kemi qenë 14 vjeç. Unë nuk e kam parë më që atëherë. Ai është në Gjermani dhe e qëlloj e njoh. Dhe fillojmë të flasim, sepse ndeshemi për klasën tonë të asaj periudhe dhe mendoj kjo i flet shumë njerëzve. Mund të them mbi 3 çerekun e asaj klase, ne kemi qenë te 11 janari, e ditur ham sot. Nuk janë më. Unë i ndjek nga pak në rrjetet sociale, ata janë të degdisur gjithandej. Unë po ka që janë në Francë, po ka në Gjermani, po ka në Itali, po ka në Amerikë, po ka në vende që edhe jo shumë konvencionale. Dhe unë mendoj, dhe janë të suksesshëm aty ku janë. Aq suksesa mund të ketë njeriu në hapat e para tjetës që janë të 20-tat. Ja kanë dalë në ato ambicet që secili prej tyre ka, dhe mua më duken edhe fizikisht të gjithë shumë të bukur. Dhe mendoj, sepse dhe ajo reflektohet tek ajo që ata bëjnë. Edhe mendoj shumë shpesh, them sikur vetëm ajo klasë, pastaj shumë fishoj atë klasë në sa klasa të tjera, në sa vite të tjera e breza të tjerë, të jepnin atë kontribut dhe atë përpjekje që japin aty ku janë, ta japin këtu. Po konkurenca është një konkurencë e bukur, është një konkurencë që rrit nivelin e qëndrimit, e bisedës, e gjithçkaje, dhe sigurisht të përpjekjes, pra ajo produkti që japim, produkti jonë vetjak është krejt tjetër sepse zbulojmë hapësirat vetes tonë në raport me diçka që është e fuqishme, që është interesante, që është inovative, që është origjinale, e shikojmë këtu. Dhe të gjithë këta për të kthyer tek pyetja, unë mendoj të gjithë ne nuk është njeriu që largohet, mbetet gjithmonë po them midis 2 vendeve, nuk është asnjëherë i plot. Kjo ka pozitive në vet, sepse siç e thash, ndoshta ka 2 botë që i përkasin e tjerë, por asnjëra plotësisht. E kush nuk do donte të ishte i plot në vendin e vet, të flasësh një gjuhë pa bagazh, pa të marrësh me vete fëmijërinë. Jo, duke menduar në tjetër gjuhë dhe duke folur në një tjetër gjuhë. Të marrësh me vete fëmijërinë, pra u ka shumë referenca, ne të gjithë nuk i përdorim dot dhe nëse njeriu bëhet bashkë me fëmijërinë dhe ndërton të ne të gjithë, unë mendoj dhe e personifikojmë atë klasë, sikur e gjithë ajo klasë të kthehej sot këtu, unë mendoj që Shqipëria do të ishte pak më e bukur sepse do të jepnin nga energjia e vet. Po e shikon të mundshme rastin tonë, për shembull, që të kthehesh edhe ta ndërtosh këtu jetën? Unë nuk e di, sepse nëse kam kuptuar diçka nga kaq vite jetë pak sa kam, është që unë e nisa, siç e thash, me bindjen e plotë se nuk do të largohem, por ja që u largova. Prandaj unë mendoj që bindje të plotë nuk ka, unë nuk e di se si do të shkoj dhe nuk dua që ta di. Shqipëria është vendi im dhe do të mbetet gjithmonë vendi im. Tani që ndoshta qëndrova pak më gjatë kësaj radhë sepse komforti është imediat, është rehatia. Kur vjen kur rrit, apo je me dëshirën për ti? Po është rehati shpirti, prehet njeriu këtu. Është e imja
Sigurisht ka arsye sepse ne jemi larguar dhe arsyet nuk janë vetëm ekonomike, por sigurisht njeriu gjithashtu rron me shpresë. Dhe shpresa e një Shqipërie me njerëz të kthyer është për mua ndoshta një ëndër shumë e bukur. Nuk e di a do të jetë. Alba, ti sigurisht je e re, janë ende shumë vite, shumë përjetime që ti akoma ke për të kryer. Megjithatë, besoj që do ishte shumë mirë që gjithkush që ikën dhe i ka këto eksperjenca jashtë, ta ketë mendjen që një ditë të vi dhe të kontriboj për vendin. Kontriboj për vendin, ta shijoj vendin, sigurisht edhe ta jetoj jetën në Shqipëri. Mendoj që i duhet shumë Shqipërisë kjo. Dhe ata që kthehen besoj që do ta gjenin lumturin. Kështu që pavarësisht eksperiencave jashtë për botë, na duhen të rinjta që të kthehen. Shqipëria nga izolimi total, nga fjala jashtë, të dalurit jashtë ka qenë një element egzotik për shqiptarët, diçka e ndryshme. Sot të dalurit jashtë nuk ka asgjë egzotike për shqiptarët, të gjithë kanë pak jashtë në familjet e tyre. Dhe në të gjitha format. Ndoshta dikush disa vite, dikush një pjesëtar familje, dikush një eksperiencë të vetën, dikush fëmijë që janë lindur dhe rritur po edhe një herë tjetër jashtë që vinë dhe ndërtojnë dhe rigjejnë veten në diçka ndoshta që se ka njohur kur, në Shqipëri që e quajnë të veten pavarësisht se kanë lindur diku tjetër. E ky brez ne nuk e dim se çfarë jep, sepse është diçka shumë ngjyrshe, të gjithë janë shqiptarë absolutisht, është diçka shumë ngjyrshe, ne nuk e dim se sa të bukur mund ta bëjnë Shqipërinë. Unë shpresoj ashtu si ty që vërtet të ndodh kjo. Falenderoj shumë që ishe këtu, që ndave edhe historinë tënde, por edhe mendimet e tua. Faleminderit shumë.